Ultrazëri, një teknik moderne shëndetësore, ka gjetur vend edhe në ambientet e qendrës së mjekësisë familjare 1, ku tashmë pacientët mund ta bëjnë ultrasonografin edhe tek mjeku familjar për problemet e ndryshme shëndetësore. Kështu shpreh në emisionin Med Plus doktori Josef Berisha, mjek familjar. Në radhë parë ka qenë dëshira të merrem me ultrazonin, gjithmonë si mjek. Pas specializimit edhe ka qenë më shumë e nevojshme për shkak të kërkesave të pacientëve për ultrasonografi të dy pjesëve ku e bëjmë ne, edhe gjandrës tiroide edhe të abdomenit. Ka qenë arsyeja pse s'jo, është e mundur, kryet trajnimi edhe mjekësi familjare pa ndonjë problem të aplikohet. Pacientët e kanë pranuar mirë ultrazërin dhe procedura e sonografisë ka arritur të zgjidhë shumë çështje të pacientëve, shtoi doktori Berisha. Rëndësishmja e kësaj është se pacientët e kanë pranuar shumë mirë. Shkëlqyshëm ka qenë pritja atyne me ultrazonin në shëndetin primar, e sidomos kur kryet te mjeku familjar. Sepse kur e krijon listën e pacientëve tu, edhe ata pacient dëshira atyre është qëndrojnë te mjeku familjar. Në këtë rast, kam pacientat cilët kanë probleme tjera, qoftë stinore apo sezonale, edhe ndonjëherë edhe dhimbjet abdominale. Edhe ultrasonografia ka zgjidhur shumë çështje të ta pacient, edhe dëshira atyre është të merrem unë me ultrasonografin, edhe kur ju ndaj terminet, kur bojnë vizita, gjithmonë doktor, a bëni ju do më në shpytja para pacientat. Po pacientat janë të kënaqur edhe i përgjigjen termineve, edhe vizita me ultrasonografi, ashtu sikur ja caktojnë. Doktori Berisha tregoi edhe rastet më të shpeshta për të cilat bëhet ultrasonografia. Te ultrazoni rastet më të shpeshta janë dhimbjet abdominale, qoftë abdomeni pjesë sipërme apo pjesë poshtme të barkut, kolikat, të rastet infeksione urinare, zakonisht. Mirë po kemi rastet tjera me dhimbje shpine. Edhe pacienti, edhe pse ekzaminon e viziton pa i bërë ultrasonografi, dëshira është të bënë ultrasonografin, ta përjashton mundësinë se ka një problem me veshkat. Edhe kur e bëjmë ultrasonografin, e shohim se veshkat janë mirë, frikza urinës, përgjithësi rrugët urinare janë mirë, nuk ka ndonjë problem me ato organe. Shihet se është dhimbje lumbale apo dhimbje muskulare dhe lehtësohet pacienti brenda shëndetit primar të mjeku familjar. Tutje doktori Berisha bëri të ditur se pritjet për të kryer ultrasonografin nuk janë të gjata dhe pacientët marrin shpejt shërbimet e kërkuara.